Po, tërmeti që ndodhi sot është në të njëjtën zonë, ku ndodhi tërmeti i 24 qershorit, edhe është pas goditje për faktin që është në të njëjtën zonë një, për faktin tjetër që është me magnitudë të konsiderueshme më të vogël, domethënë rreth 0.5 më i vogël se 4.4, sepse tërmeti orës 9 pa 1 minuta, vlerësimi i saktë është i magnitudës 3.9. Pastaj mbas tij ndodhi edhe tërmeti tjetër rreth magnitudës 3.8 dhe pastaj ka ndodhur edhe tërmete të tjerë, nga të cilët rreth 10 tërmete me magnituda të vogla, nga të cilët 5 janë 2 deri në 2.5. Pasgoditjet, karakteristika është që pasgoditjet gjithmonë duhet të jenë më të vogla se goditja e parë. Nëse pasgoditja është 0.5, është 0.4, 0.5 më e vogël se goditja e parë, atëherë quhet pasgoditje. Nëse ajo është për shembull goditja kryesore është 4.4, kurse pas një goditje tjetër është 4.3 ose 4.4 ose 4.5, atëherë nuk quhet pasgoditje. Atëherë kemi të bëjmë me fenomene të tjera, kemi të bëjmë me tërmete compound ose tërmete të përbërë, që do të bënim një gjykim tjetër. Dhe pastaj do të shikonim me curin që të gjykonim se si do të jetë në të ardhmen, domethënë në suri këtyre. Por nisur nga fakti që kemi një goditje kryesore 4.5 në datën 24. Dhe pastaj kemi pasgoditje që 20 minuta ishte 3.5, kanë të vazhduar tjerë dhe sot më e madhja 3.9. Tregon që kemi një seri pasgoditjesh, por fakti që këto pasgoditje janë edhe të vlerave 3.9 tregon që shuarja nuk është e menjashme, domethënë do disa ditë dhe më të zgjasë edhe një javë ose më shumë. Duke gjykuar nga kjo curi deri tani, themi që janë pasgoditje dhe gjithmonë pasgoditjet janë më të vogla dhe s'kan asnjë rrezik. Pasgoditjet vazhdojnë derisa të vendoset gjendja e ekuilibrit, stabiliteti, sepse jo e gjithë energjia çlirohet. Dhe fakti që kemi kompleks thyrish bën që pasgoditjet janë të niveleve të ndryshme që variojnë 3.2, 3.5 dhe 3.9. Por nuk me këtë ne gjykojmë që ky do vazhdojë edhe disa ditë pasgoditje dhe do të shuhet derisa të krijohet stabiliteti. Por gjithmonë tërmetet nuk mund të themi që parashikimet janë sakta, tërmetet asnjëherë s'parashikohen, asnjëherë vendet më të zhvilluara. Ne gjykojmë nga statistika, nga ecuria deri tani. Nëse kjo goditje 3.9 do të ishte 4.3 ose diçka e tillë, atëherë unë do të kisha diçka tjetër, do të thoshë që kemi të bëjmë me tërmete të përbërë, që pastaj mund të kenë dy plet, domethënë 2 tërmete ose mund vazhdojnë edhe 3 dhe pasgoditjet vazhdojnë për një javë të gjatë. Por nga kjo seri, nga këto statistika të deri tanishme, është kjo, domethënë që do të kemi pasgoditje, të cilat siç po vazhdojnë, do të vazhdojnë edhe derisa të shuhen, derisa të vendoset gjendja e ekuilibrit. Tërmeti 24 qershorit ndodhi sepse kjo zonë për shembull, ka pasur tërmeti 2019, po ne kishim në atë zonë aty afër edhe tërmet 4.8 në 2018. Kjo është një zonë që është zonë me aktivitet sismik. Dhe këto tërmete të tilla 4.5, 4.4 dhe 4.6 ose 9.5 quhen normal për këtë zonë. Sidomos tërmetet që janë në 4.5 janë thjesht tërmete të vegjël, janë normal që të ndodhin në këtë zonë, sepse është një zonë me aktivitet sismik. Shqipëria në përgjithësi është një vend me aktivitet sismik, ka disa zona më të dalluara me aktivitet sismik, një ndër këto është zona perëndimore dhe kjo zonë ka më shpesh sepse është afër kontaktit përplasjes së mikropllakës së Adrias me origjinë shqiptare. Dhe në pjesë të ndryshme gjeneron tërmete të tillë që quhen tërmete të vegjël. Pastaj kemi një zonë tjetër, Lushnjë Elbasan, Dibër, e cila gjeneron dhe këto tërmete të herpasershme, dhe pastaj është një zonë tjetër, Korçor, Peshkopi, që janë 3 brezat më të mirë njohur tërmetor në vendin tonë. Kjo është një zonë që gjeneron tërmete këtu, pastaj domethënë në territorin e vendit tonë tërmete të tilla bien në çdo zonë. Bien në Elbasan, bien në Burrel, në Bulqiz, në Kos kanë rënë, në disa zonë, në Korçë kanë rënë, edhe me 5.1, 5.2 dhe pastaj ka vazhduar seria derisa janë shuar. Ai Korçës për shembull ka qenë 5.3, pastaj pati 5.1, 4.8 e kështu deri vajti për një kohë të gjatë, mbi 6 muaj, tërmete të tilla. Kurse këto janë tërmete shumë të vegjël, 4.4 është tërmet i vogël, që themi që vazhdon për disa ditë. Studimet edhe në botë, po edhe në vendin tonë që janë bërë, ka ndikim, thatësira nuk ka
ndikim kanë rreshtet e mëdha, kur bie sasira të mëdha, përmbytje, rreshës ato krijojnë një ngarkesë, apo kur ndërtohet një hidrocentral, rezervuari i tij kërkon një ngarkesë që jo se shkakton tërmet, po ato zona janë të sforcuara, domethënë do ndodhte një tërmet për 6 muaj, por një vit ai ndodh më shpejt. Ato e triggerojnë që të afrohet në kohë. Kurse thatësia nuk ka të bëjë, sepse tërmetet ndodhin në korrik, ka ndodhur në gusht, ndodhin dhjetor, ndodhin në prilë në çdo periudhë të vitit. Pa diskutim që janë nxjerrë vendime qeverisë, sidomos për ndërtimet, për ekspertizat që duhet bëhen, gjithashtu edhe për kriteret që duhet bëhen për ndërtimet, kriteret avancuara dhe kriteret bazë, pra bazë tërmetit 26 nëntori ka pas një sër reagimesh, domethënë në këtë drejtim, edhe në drejtim të eurokodeve dhe gjithashtu janë bërë edhe forume të tjera në mënyrë që kjo punë domethënë të përmirësohet edhe në ana legjislative të marrë formën sa më të mirë. Pra përmirësime ka, po vend për përmirësim ka akoma. Kuptohet që tërmeti i 26 nëntorit kishte krijuar një ndjesi të frikshme, sepse që një tërmet shumë i fuqishëm me dëmet të mëdha, dhe prandaj edhe kjo kur ndodhi në këtë zonë, që është një zonë e ndjeshme, zona Tiranë-Durrës, që kanë dhënë tërmetin sa afërmi, se këto tërmetet e mëdhenj ndodhin një 100 vjet, për shembull në Durrës kishte ndodhur 100 vjet më parë, dhe tani tërmetet e mëdhenj do të ndodhin pas 100 vjet, sepse ata kanë ciklin e tyre. Por njerëzit duke patur atë ndjesinë edhe për ngjarje më të vogla, si punë e kësaj, domethënë e ndjejnë dhe e kanë atë, domethënë se është e freskët, nuk është një kohë e largët edhe. Prandaj është kjo ndjesia, por këto nuk kanë, këto janë procese normale që ndodhin në Shqipëri, që ndodhin brenda trollit shqiptar, sepse është vend me aktivitet sismik, Ballkani është vend me aktivitet sismik, gjithë Mesdheu është vend me aktivitet sismik, pra Shqipëria është vend me ndodhin tërmetet vegël her pas here, por në krahasim me vende të tjera ne kemi edhe tërmete që kanë arritur deri në 7, siç është tërmeti i 1979, kurse Greqia, Italia edhe Turqia më keq provojnë tërmete deri 7.8, tërmete shumë të fuqishme, po tërmeti nga 7 deri 7.1 ndryshon energjia 10 herë, ndryshimet 0.1 në këto nivele 7.2, 7.3 është energji shumë e madhe. Kështu që në këtë kuptim ne jemi me fat që kemi tërmete jo të niveleve kaq të mëdha sa shka Turqia, kryesisht Greqia dhe Italia. Për shembull, tërmetet që ndodhin në ishull në Greqi që ishin grumbull tërmetesh, domethënë që ndodhin që u bë panik i madh, domethënë dhe nga sismologjia, nga qeveria greke, por aty që atëherë shpjegua në intervistat që kemi dhënë që këto tërmete do të shuheshin për vetë faktin se ato ishin tërmete që vinin si pasojë jo thjesht e proceseve tektonike, sepse atje ishte një zonë subduksioni, tërmetet tektonike kanë thellësi të mëdha. Ato kishin thellësi të secët dhe ishin si pasojë proceseve termike që ndodhin e vulkanizimit dhe tërmetet të tilla ishte mirë që u shlirohen në formën e tërmeteve, që ishin tërmete moderate dhe sepse mos i shliruar atë do ishte rreziku që lava të dilte në sipërfaqe dhe të ndodhte vulkani. Kjo është arsye që domethënë u krija, domethënë u shpjegova që nuk do të ndodhë shpërthimi për arsye sepse energjia kaloi nga energji vulkanike në energji sismike.